Finalja e Big Brother VIP Albania përfaqëson kulmin e një rrugëtimi të gjatë, të mbushur me emocione, sfida dhe përballje të forta. 4 finalistët Dmiri, Mateo, Selina dhe njëri mes Brikenës ose Rogertit janë tashmë figurat më të spikatura të këtij edicioni. Secili prej tyre ka ndërtuar një identitet të veçantë brenda shtëpisë dhe ka fituar mbështetje nga publiku në mënyra të ndryshme. Por pyetja që lind natyrshëm është, kush ka më shumë gjasa ta fitojë çmimin e madh? Miri shihet si një nga konkurrentët më të qëndrueshëm. Ai ka arritur të ruajë një profil të balancuar, duke mos u përfshirë në konflikte të panevojshme dhe duke treguar maturi në situata të vështira. Publiku shpesh e vlerëson këtë lloj qasjeje, pasi reflekton një personalitet të qetë dhe të besueshëm. Por më tepër, fakti që ai u shpall finalist nga votat e publikut tregon se ka një bazë të fortë mbështetjeje. Kjo e bën atë një kandidat serioz për fitore. Nga ana tjetër, Mateo është një lojtar më energjik dhe karizmatik. Ai ka arritur të tërheqë vëmendjen që në fillim dhe ka krijuar një lidhje të fortë me publikun përmes prezencës së tij. Fitoria e hershme e një çmimi dhe populariteti në rrjetet sociale e vendosin atë me një pozicion të favorshëm. Megjithatë, shpesh lojtarët më të zëshëm mund të krijojnë edhe ndarje në publik, disa i mbështesin fort, ndërsa të tjerë mund të jenë më kritik. Selina përfaqëson një profil tjetër, një kombinim emocionesh, ndjeshmërie dhe force. Ajo mund të ketë fituar simpatinë e publikut përmes sinqeritetit dhe mënyrës se si ka përballuar situatat brenda shtëpisë. Në shumë raste, figurat të tilla arrin të fitojnë pikërisht sepse krijojnë një lidhje emocionale të fortë me shikuesit. Nëse kjo lidhje është mjaftueshëm e thellë, ajo mund të jetë një pretendente shumë e fortë për çmimin e madh. Finalisti i katërt, qoftë Brikena apo Rogerti, sjell një element tjetër në garë. Brikena, për shembull, ka treguar anën e saj njerëzore dhe emocionale, siç u pa edhe gjatë momentit të ditëlindjes së saj, duke krijuar një imazh të afërt me publikun. Ndërsa Rogerti mund të përfaqësojë një lojë më strategjike ose më të fortë në debat, gjë që gjithashtu tërheq një pjesë të audiencës. Cili do prej tyre që arrin në finale, do të sjellë një dinamik të re në përballjen finale. Në analizë të përgjithshme, gara mbetet e hapur, por disa elemente janë vendimtare: konsistenca, lidhja emocionale me publikun dhe mënyra se si secili finalist perceptohet jashtë shtëpisë. Miri dhe Mateo duken si dy kandidatët më të fortë për momentin, i pari për qetësinë dhe stabilitetin, i dyti për energjinë dhe popularitetin. Ndërsa Selina mund të jetë surpriza e finales, falë mbështetjes emocionale që mund të ketë ndërtuar. Në përfundim, fituesi i Big Brother VIP Albania nuk përcaktohet vetëm nga loja brenda shtëpisë, por nga zemrat e publikut jashtë saj. Nëse duhet të veçohet një favorit i lehtë, Miri duket pak më përpara për shkak të mbështetjes së qëndrueshme dhe profilit të tij të balancuar. Megjithatë, në një finale ku çdo votë ka peshë, gjithçka mund të ndryshojë deri në momentin e fundit.